Futbollisti i kombëtares Armando Broja është një nga lojtarët më të përfolur jo vetëm në fushën e blertë, por edhe jashtë saj, sulmuesi prej kohësh. Është në një lidhje me një vajzë nga Përmeti e cila quhet Cindy. Në rrjetet sociale nuk kanë munguar as postimet romantike të çiftit, të cilët her pas here tregojnë momente nga jeta e tyre. Së fundmi i ftuar në një studio televizive, Broja ka folur për jetën e tij private si dhe dëshirën për t'i dedikuar gola vajzës që i ka rëmbyer zemrën. Armando Broja: unë akoma nuk i kam dedikuar një gol një vajze, por inshallah të mundem që t'i dedikoj sa më shumë gola vajzës sime që kam tani. Vajza jote që ke tani është shqiptare? Armando Broja: shqiptare. Shumë mirë, nga e kemi atë vajzën? Armando Broja: nga Përmeti. Kujtojmë që Broja në këtë sezon, për shkak të një dëmtimi, nuk ka luajtur rregullisht me Everton dhe nuk ka shënuar asnjë gol. 23 vjeçari gjithashtu është një nga të grumbulluarit e Silvinjos për duelet me Serbinë më 7 qershor në arenën kombëtare dhe 3 ditë më pas do të udhëtojnë në transfert për të sfiduar Letonin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.